Në tregova që kom hinja dhe që kom po ata që ja ka njësë këtë mushtarake në asej, po vjen bashkëtorja mas 5 muaj e qëndrimit tem, vjen bashkëtorja me fëmijën tem. E pse e ke marrë bashkëtorën? Po tash tregoj diçka se në fillim që tash fillim janë luftë shumë ashpra, po shumica e vendeve në Siri janë kanë çliru, domethënë s'ka pas luftë. Ka pas bombardime që tregua pas me helikoptera, me aviona të ndryshme, po s'ka pas luftë, s'ka pas ushtarë se t'ka mujt me selmu. Edhe njerëzit kanë jetuar shumë normal. Ama bombardimet me dra, të s'dvi me dra këtë? Po normal, po bombardimet nuk kanë mos kaq shpeshta si në fillim, më kupton se u kanë masën e ka pas një territor shumë madh ai me bombarduese me prit, e ke pas për shembull qytete se na shtalos janë prej pi luftës në Siri, sidomos afër kufinit në Turqi, se e ka pas një lloj hapësire mos me shku me avion shumë afër. Që tregova me bashkëtorja me fëmijën tim, shkova i mura bashkëtorën edhe gjallit tim. Po gruaja vet ka pas dëshirë me orë, se i tregova se nuk kanë shkuar më kthy se u kanë shumë domethënë njerëzit kanë pas ekstrem shumë nevojë për ndihmë, hajde. Pas si ke tregu që është rrezik, ke rreziku jetën atë. Rrezik do kanë rrezik, tash mundesh me hyp në makinë dhe me shku në autostradë dhe mu. Po të përshë që është pa paramendim, me shku në vend të luftës është vdekje me paramendim. Po tash te rrezikon edhe jetën e gruas edhe të fëmijët me paramendim. Po normal, po te ke po. Po tash unë muj me hyp po normal, unë muj me hyp me bashkëtorën time sot në kerë dhe me fëmijën, edhe mund me më shkel një kamion. Po kjo është pa paramendim, ti nuk e pret, nuk e planifikon. Po as nuk e jetë prit atë, se atë është shumë një afërmon. Shkon në vend luftës çfarë pret? Po te nuk jesh njësër, kupton? Te nuk jesh njësër atyve, ti ke shku aty për shembull me jetu në. Ku ka jetuar ne gruaja me fëmijë? Gruaja më ka jetuar në Aleppo me fëmijë. Keni gjetë shtëpi? Po, kena gjetë një shtëpi, kena gjetë, në ka dhënë, domethënë një Sirian, se kom njohur, mos jam njoftuar normale në Sirian edhe kom të gjuan, jam adoptu këto. A ke pagu që rapë? Jo. A pas të kompenzim? Pas të kompenzim. Ma ka dhënë një shtëpi të mirë, bombardimet janë kanë, luftimet janë kanë shumë larg. Familja më ka jetuar shumë normal, pa paragjykime. A e pagu për me të shërbimin? Jo, asnjëherë. Qysh ka jetu? Ku ke marrë parë me jetu, me blerë ushqim, me jetu, me gru, me fëmijë aty? Po parët, baba im ka ka dërgu parë. Edhe unë vetë çto jam mirë ka njerë shumë. Kum punu pak a shumë. Çfarë ke punu? Po kom punu. Po i kom punu, i kom një mund t've dërkomtarë ma shumë, t've qështirën, ta dimat dërkomtarëve se në kanë atë, i kom përfin të gjumë, aja dhe kom marrë pak pare. Qëtu në grujem ka punu si teknike, si i ka do grohe, do plake i ka këshyr, i ka... Teknike motër medicinale? Po, motër medicinale. I ka se i pak. Spitalin apo ku? Jo në kompe. Shkoj që ka njërë bashkë në kompe. Kjo në këtë fillimi, se... Po, edhe me që të pare keni jetu në si? Po su konë të sirje, su konë shumë shtënte, me 50 euro ke mujt me jetu një muj e ma shumë. Su konë diçka shumë e shtrajnë jetesa. U konë shumë e lirë. E kur të dhe gruja keni punu, ku e keni lënë djalin? Po ne kena mujnë vetë, shtu konë po, shtu konë. Edhe e ka qenë bashkë me nëzësin e teren që një do? Sa vjeç ka qenë? U konë 7 muj, 8 muj. A je frigu për ta? Po normal. Jem frigu, po... Që shtash me herët, unë për vjetë e shoftë së caktim, sot i kam fëmijët me këto, janë shnash, janë mirë, s'kan asë një lëndim. Pavarësisht që ka qenë fillimi i luftës, ti vetë revove që shke përjetu sulme me orë të tëra, bombardime, ku nuk ke ditë as ku me ustregu, edhe a nuk e ke mendu që në sasje situatë më në të ndodhë dhe grusë dhe fëmijët tënë? Po ka ndodhë. Ka ndodhë. Në vendi ku keni qenë të banu dhe keni bombardu? Po, bombardu shumë keqë. Edhe shkova mëngjes me bli mëngjes, me bli do vezë do senë. Edhe niva do aviona shtirën, kanë do aviona se i fotografojnë vendet njëherë. Edhe mësëne, kur hina në market, i niva bombardima shumë ofër edhe dërtarët që janë konë atë këtu thymë. Edhe unë urtova pak për toke, e po se bombardimet janë shumë ofër. E këshyra njëra dyrë këtë tymë nga ona ku jetojone.
Edhe dashta me shku, me vrapu, s'mujta, apet gjyti qatë në vend, edhe u kthejva mbrapa. Edhe u kthejva hina me një ndërtes më të madhe, edhe preqja mu nalë, për nuk u nalke, edhe thash në fund, tash ka po ndodhë, ka me shku, edhe kur shkova, e gjyti më predhin e fundit edhe e ke pak ofër, po nuk pash, veç e niva se kesha më ofër. Kur shkova e pash shtëpinë tem komplet muri, asnjë mur më s'ka më. Edhe kur e pash urtën time me 2 fëmijë në dorë. Edhe të 2 fëmijët edhe që më thonë, u kanë një përjetim shumë i të mërshëm, po... E kur ka ndodhë, nësë tash dhe më njemi shumë i rithima, ne ke po dytin atje? Po, 2013 në vetor ka ndodhë. 2013 në vetor. A është mas një vitit se këmë qëndru atej, që ka ndodhë edhe ka një bombardim shumë i ashpër. Edhe i thash bashkëshortës, a do me dollë, tha jo. Nuk dalë kur. A i ka qëndru me 2 fëmijët atje? Po, masën me 2, masën me bane 3. Në ti ke shku me një fëmijë në Siri dhe i ke bo 3? Jam bane 2, por e të qire mund 3. Sa ka qenë vështirë me mbrojt mas pari familjen tonë? Te ke shku për një mision në një mund të tjera, po ka shtu bara me mbrojt dhe familjen tonë? Po, u kon pak shqirë, se po te ka ona toksor, do më thonë nga ona ushtar toksor, se ka mujt me të sulmu fëmijës që problem se ke pas. E ke pas probleme si të gjithë. E ke pas probleme me bombardu avionet, ose helikopteret, ose diçka qëtër. Po atyve s'ke mujt e mi shmangë, do më thonë, s'ke mujt me imbrojt familjen nga bombardimet nga lartë. Po pëse mi majt aty, po thëmë? Po ka po të shirë gruja me jetën. Po ti ke rreziku fëmijët e tu? Po e di. Ata nuk kanë pas gojë me thonë të du me nej. Po më... Prindi vendosë për ta, Po ti normal ke se... rreziku jetën e tëne. Po ke pas edhe fëmijë të ndryshme atë, kupton tash. Po ata kanë jetu s'kan pasur më shumë ka qenë shtëpia atyre, ti prej jashtë ke shku atje. Po te ke dash me një mua aty ba, kupton. E çaj nimon fëmija jashtë aty? Po jo fëmija jo, po ti nimon. Ti nimon me prezencën tonë. Po gruaja fëmija jo çka? Po edhe gruaja më ka nimu mjaftueshëm domethënë. Vetëm prezencë, problemi se më kon veç një person aty, po më kon më shumë edhe më tregu popullatës se ti je këtu, kupton. Ti je të qëndru me këta bashkë. Po vështi për rrezikon jetën e një fëmijë të pafajshëm, i cili pa dëshirën e vet ka shkuar në një zonë të luftës. Po të si të shute fëmijën në front, kupton? Fëmija është bashkë me fëmijët e tjerë. Bombardimet ata s'ka ndodhur në front, ka ndodhur mas, në shtëpi, gjithka ka ndodhur. Kjo ka ndodhur në fillim, kupton? Na po folim për fillim, na po folim për më vonë, kupton? Tash na. Sulmin që tregova në 2013 ka ndodhur një sulm me ka përjetu familja në këtë periudhë, kupton? A e ndi keq që ke rreziku jetën e tyre? Po normal jam një keq, kupton se ti je përgjegjës për familjen tonë. Unë i kam thënë familjes time, a doni me dal familjen ka thënë lëna, këto janë. Go janë kon shumë grupe, janë kon Ahrash, janë kon Jabhat al-Nusra, kanë çiki grupe janë ku kam qëndruar ku ka pas shumë të huaj. Edhe ka pas grupe të ndryshme. Tash për shembull çiki se është tash presidenti i Sirisë, Ahmed al-Shara, u kon atë lideri i Al-Qaidës së Jabhat al-Nusra. Edhe ju enke anina venkena për fronte, i kontrolloj ke frontet. E ke taku? Po e kom po, të më thomë s'kom hinë besedim, veç e kom po atë. Fillimet e një.